Zgjedhjet janë një okazion i madh mbi asfalt. Kryebashkiakët ndajnë paratë e tenderave, kompanitë mbushin llogaritë, ndërsa banorët shpresojnë të hidhet bitum tek rruga e lagjes. Tashmë që Erion Veliaj është në burg, kryetari i bashkisë në Kamës Rakip Suli mund të jetë magjistari më i madh i zhdukjes së fundeve publike. Një tender, një video fillim projekti, një tjetër vazhdon puna. Një pamje afër përfundimit, një video ja rruga e re, dhe në zhdukur miliarda lek. Vinë zgjedhjet, nis programi i ri me rrugët e vjetra që janë bërë disa herë. Le të bëhemi konkret. Më 17 prill të 2026-s, Bashkia e Kamës ka njoftuar tenderin me objekt rikonstruksion rruga Demokracia, ndërtim trotuari rruga Korabi dhe ndërtimi rrugëve Pingull Demokracia pas Kuqan. Janë 194.2 milion lek të reja pa përfshirë të vëshën që do të mbulojnë projektin e këtyre segmenteve. Qytetari i Kamës mund të habitet nga ajo që dëgjon. Të rrugë sapo kanë mbaruar. Njëri është segmenti Korabi, ku me tenderin e ri pretendohet se të ndërtohen trotuarët e rrugës. Por, në videon me autor Rakip Sulin të datës 7 gusht 2025, është lajmëruar për urimi. Në përshkrimin e videos kemi një tekst të Sulit që na ktjellon. Përfundoi bloku i rrugëve në Valias, rruga Korabi, rruga Albanet, Katorrogica Pingull me rrugën Gjirokastër me një gjatësi prej 1.2 km me të gjitha standardet, asfaltim, trotuare, rrjet kanalizimesh dhe ujësjellës, ndriçim, sinjalistik rrugore. Bashkia që duam. Pas një viti rruga pas ka nevojë përsëri për trotuare të reja. Këto kryetar duhet ta kontrollojë KLSH-ja dhe SPAK se po vije dhe po shpërdoron pa pasur frikë se do të lejë gjurmë. Për hir të së vërtetës, një fond është harxhuar për këtë rrugë dhe në vitin 2018 nga ish kryebashkiaku demokrat Xhelal Mziu. Megjithëse nuk kishte mbështetjen e qeverisë së rilindjes, Mziu ka harxhuar miliarda lek nga arka e bashkisë në projekte që nuk janë mbyllur me cilësi për shkak të vjedhjes dhe korrupsionit. Xhelal Mziu në vitet 2017-2019 inspektonte her pas here punimet e rrugës Demokracia. Ky investim ju vinte në ndihmë jo vetëm banorëve të Kamës dhe pas Kuqanit, por edhe atyre të Tiranës, që zgjedhin këtë aks rrugor për të shkuar në kryeqytet. Rruga është financuar totalisht me të ardhurat e Bashkisë Kamës me vlerë mbi 2.5 miliard lek dhe ishte ndarë në 3 lote. Pasi bashkinë e ka marrë në dorë Partia Socialiste, Rakip Suli do ta ndërtonte nga e para këtë rrugë. Përsëri tendera për para dhe inaugurime. Punimet do të mbaronin në shtator 2023. Pamjet e rrugës së atij momenti na i sjell vetë Rakip Suli. Rruga Demokracia në Bathore, një tjetër super investim i realizuar me standardet më të mira infrastrukturore, shkruan kryebashkiaku. Asfaltim, kanalizim me ujësjellës dhe trotuar. Numëron Suli punimet e kryera. Dhe aq mirë i bën rrugët Sulit sa nuk e kapin zgjedhjet e radhës. Në tetor 2025, rruga Demokracia do të shqepej nga shoqëria ujësjellës kanalizime Kamës, dhe kjo në varësinë e Sulit. Rruga Demokracia pas Kuqan, ku grupi operacional me profesionalizëm dhe me një kohë rekord ka përfunduar me sukses postimin e tubit 140. Furnizimi është kthyer në normalitet. Nuk qenë kanë marrë me tubat në vitin 2023. Me sa duket, procesi përmbante vetëm asfalt dhe beton sa për inaugurim. Kështu rruga e re, që pati e gjatësinë 2 vjet, hapi gojën të marrë miliarda të tjera. Këtu hyn në lojë Rakip Suli. Tek tenderat nuk i lënë në dorë asgjë rastësisht. Kualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerën më të ulët. Ky është përshkrimi për flamurin e kuq të riskut të korrupsionit vlerësuar nga Open Data Albania. Në tenderin e mbajtur më 4 maj 2026 kanë aplikuar fillimisht 16 operator ekonomik dhe bashkime formash, por procedura tregon se fituesi ishte i paracaktuar. Bami SHPK me pronar Besnik Bamin që shpallur më 28 maj 2026, pasi magjistari Suli ka eliminuar konkurrencën. Dikur mbështetësi Sali Berishës, Bami është afruar me Ramën pas ardhjes së rilindjes në pushtet. Biznesmeni rezulton pjesë e dosjes së SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Sipas dokumenteve, në një bisedë me Viz Berberin, ish numri 2 i qeverisë, besohet se i referohej Besnik Bamit me inicialet BB. Sonja Balluku i referohet BB-s me epitete të rënda, duke treguar se tenderat për biznesmenin janë imponuar nga një tjetër dorë pa dëshirën e saj, me shumë gjasa nga kryeministri Edi Rama. Kryeministri dyshohet se ka ndarë kontratat dhe koncesionet edhe për Ram Gecin në Bashkim Ulajin Pullum Salillarin. Nga ky fragment i shkurtër duket hapur raporti që shkon përtej komunikimit institucional dhe dikton menaxhimin e paras publike. Përmes kompanisë së ndërtimit Besnik Bami, pronari Bami SHPK gjatë 10 viteve të fundit, ka marrë mbi 90 tendera me vlerë afro 70 milion euro. Vetëm gjatë 5 viteve të fundit në llogarinë e kompanisë së ndërtimit Bami SHPK kanë kaluar mbi 36 milion euro para publike, produkti i kontratave të favorizuara. Paralelisht, Bami ka përfituar direkt me firmën e Edi Ramës në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe leje për kulla, me të cilat dyshohet se pastron para.
Kështu në 19 tetor 2023 Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejet e ndërtimit për 12 kulla në Tiranë. Mes tyre ishte dhe leja për godinën Barcelona Tower me vendodhje në rrugën Ibrahim Rugova. Vendi sakt kur do të ngrihet kulla është gjitur me shtëpinë e gjetheve aty ku gjenden zyrat e BKT-s. Ndërkohë që Besnik Bami synon dhe ndërtimin e kullës te Pallati i Kongreseve në Tiranë. Sipas njoftimit të fundit të korporatës së investimeve strategjike mes 5 kompanive të kualifikuara në konkurs, ishte edhe shoqëria Bami Holding me nënkontraktorët e saj të specializuar. Nevoja për këtë kull ka lindur pasi Pallati i Kongreseve është restauruar 2 herë brenda 10 vitesh, gjatë vizitës së Papa Franceskut në 2014 dhe për samitin e Berlinit 2 vjet më parë. Emri Besnik Bamit ka dalë dhe gjatë hetimeve të kompanisë PSD, me anë të së cilës drejtorët e Erion Veliajt merrin tendera dhe pastronin parat. Politjet me katet e larta të korrupsionit janë vendosur më herët. Kështu Besnik Bami është koncesionari i aeroportit të Kukësit. Operatori ekonomik Bami SHPK në bashkëpunim me firmën Global Technical Mechanics është shpallur fituesi i tenderit me objekt zgjerimi i aeroportit të Kukësit dhe operimi për 35 vjet të tij me koncesion. Sipas marrëveshjes së firmosur me qeverinë në 2019, fituesi duhet të investojnë rreth 8 milionë euro pa TVSH dhe më pas do të kenë të drejtë të shfrytëzojnë të ardhurat nga aeroporti për 35 vjet. Pra deri në 2054 Bami do të vazhdojë të marrë nga paratë e shqiptarëve. Lidhur me kryetarin e bashkisë Kamës Rakip Suli, që ka letrat e hapura në SPAK, ku është thirrur disa herë, do të thoshim se nuk mund ta rëndojnë me gjyra që nuk i ka në dorë. Suli ka rolin e tij të magjistarit, ndërsa udhërdhënësi është si për tim. Nga apelën e tendrave të përfituar në periudhën 2025-2026 vezullojnë 3 tendera të mëdhenj me vlerën totale e 10 miliard lekë për fshirë TVSH-n. Në të fundit Bami i ka marrë njëkohësisht. Duhet koordinim dhe ndihmë nga dikush më sipër kryetarëve të bashkisë që të favorizohesh në disa projekte njëherësh.